Pas burgut, ICE arreston shqiptarin që vrau gruan. Një shtetas shqiptar i dënuar për vrasjen e bashortës së tij në Michigan është arrestuar nga agentët e ICE menjëherë pas lirimit nga burgu dhe tashmë përballet me procedura të dëbimit nga Shtetet e Bashkuara. Bëhet fjalë për Gjin Kolbuça, i cili në vitin 2006 vrau me armë zjarri bashortën e tij Lulja Kolbuçaj në banesën e tyre në Sterling Heights. Krimi e la pa nën dy fëmijët e çiftit, të cilët janë shtetas amerikan. Sipas autoriteteve amerikane, Kolbuçaj është shtetas shqiptar, ndërsa bashortja e tij ishte me origjinë nga Jugosllavia. Pas përfundimit të dënimit në Richard Hampton Correctional Facility në Ionia, ai u mor në paraburgim nga ICE Detroit, ku do mbahet gjatë zhvillimit të procedurave për largimin e tij nga SBA. Ky rast vjen në një kohë ku administrata Trump ka intensifikuar politikën ndaj shtetasve të naturalizuar që kanë mashtruar gjatë procesit të marrjes së shtetësisë, që nuk plotësojnë kushtet ligjore për ta mbajtur atë. Vetëm pak ditë më parë, Departamenti i Drejtësisë dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare njoftuan nisjen e procedurave për heqjen e shtetësisë amerikane ndaj një grupi personash të naturalizuar dhe të dënuar për krime të rënda.